Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Rrëfime Jete, për të sjellur pranë jush lëvizjet më të fundit, në fakt daljet më të fundit publike nga nëna e cila u akuzua për braktisjen e fëmijëve të saj. Do të thënë nëna e cila i la fëmijët në rrugë, të paktën kështu komentua. Blerina Basha ka folur për herë të parë, ka treguar për herë të parë qëndrimin e saj rreth kësaj situate. Ajo ka folur për marrëdhënien që ka patur me ish-vjerën, ka folur për marrëdhënien që ka patur me ish-bashkëshortin dhe njëkohësisht ka treguar dhe qëndrimin e saj rreth situatës së fëmijëve. Ditë më parë, opinioni publik është tronditur nga një ngjarje e rëndë edhe thellësisht të shqetësuese, e cila ka ardhur nga qyteti i Durrësit, ku në qendër të vëmendjes është vendosur historia e një nëne dhe 3 fëmijëve të saj të mitur. Ngjarja ka marrë përmasa të mëdha pas publikimit në rrjetet sociale të pamjeve nga ambientet e banesës ku jetonin fëmijët. Pamje që kanë shkaktuar një indinjat, dhimbje dhe reagime të forta nga qytetarë, institucione dhe figura publike. Në pamjet e shpërndara, dukeshin qartë kushte të rënda jetese, një shtëpi e shkatruar, ambiente të papastërta dhe fëmijë që sipas shumë komentuesve ndodheshin në gjendje të vështirë si fizike, ashtu në fakt edhe emocionale. Këto pamje u interpretuan nga një pjesë e madhe e publikut si neglizhencë edhe keqtrajtim, duke sjellë një valë akuzash të drejtë për drejta ndaj kësaj nëne. Por përballë këtij reagimi masiv, nëna e 3 fëmijëve ka dalur publikisht për të dhënë versionin e saj të ngjarjes, ku përmes një interviste të dhënë në emisionin Me Zemër të Hapur, në këtë intervistë ajo ka mohuar kategorikisht akuzat që janë adresuar dhe ka theksuar se e vërteta, sipas saj, nuk është ajo që është paraqitur në publik. Domethënë nëna thotë që e vërteta, sipas zonjës Blerin, nuk është ajo që është thënë lart e poshtë në publik. Ajo u shpreh se çështjen ja ka lënë plotësisht në dorë institucioneve të drejtësisë dhe policisë të shtetit, për të hedhur dritë mbi situatën reale. Sipas saj, ekziston mundësia që gjendja e banesës të jetë manipuluar ose shkaktuar nga persona të tjerë. Do me thënë, nëna thotë që banesa është një manipulim, ajo thotë që nuk është bërë në atë gjendje nga ana ime, por thotë nga persona të tjerë, të cilët kanë hyrë brenda banesës time dhe kanë krijuar gjithë atë ngjarje. Tani unë mendoj që djali i saj është 12 vjeç dhe në qoftë se do të kishte patur një ngjarje të tillë që do të ishte futur një njeri tjetër brenda kësaj banese, mendoj që do të kishte folur dhe do të kishte thënë të vërtetën, pasi që janë marrë në pyetje dhe i kanë folë fjalët më të bukura për nënën e tyre. Duke theksuar se ajo nuk e pranon që të etikohet padrejtësisht si një nënë që ka braktisur apo ka keq trajtuar fëmijët e saj. Në rrëfimin e saj, nëna ka sqaruar edhe lëvizjet e saj gjatë muajve të fundit, duke treguar se gjatë verës ka qenë në Shqipëri. Do të thënë, nëna ka thënë se gjatë muajve të verës ajo ka qenë në Shqipëri. Konkretisht ka qenë në muaj gusht, ku ka qëndruar 3 net në banesën ku jetonin së bashku me fëmijët. Më pas, ajo është larguar për të shkuar pranë familjes së saj dhe është rikthyer sërish në shtator në momentin kur ka nisur viti i ri shkollor. Ajo ka treguar gjithashtu se pas kthimit në Itali për hir të fëmijëve, ka qëndruar për një periudhë në shtëpinë e ish-vjerës së saj. Do me thënë, kur zonja në fjalë, do me Blerina, ka kthyer në Itali për hir të fëmijëve të saj, ajo ka qëndruar në shtëpinë e vjerës së saj, do me thënë për një periudhë të caktuar. Por sipas saj, kjo bashkëjetesë nuk ka zgjatur shumë, pasi ka pasur ndërhyrje të vazhdueshme në jetën e saj personale.
gjë që ka sjell tensione dhe konflikte. Do me thënë, sipas Blerinës, Vjera në këtë rast ka qenë gjithmonë ndërhyrëse në marrëdhënien që Blerina ka patur me burrin dhe kjo gjë ka sjell shumë konflikte të mëdha jashtë jetës së Blerinës. Ajo ka deklaruar se edhe babai i fëmijëve shprehej vazhdimisht se ajo duhet të punonte, duke shtuar presionin ndaj saj. Do me thënë, Blerina deklaron që bashkëshorti i saj ka qenë një ultimatum në këtë mes, do me thënë ka dhënë një lloj urdhri që Blerina me patjetër duhet të punon, për ndryshe nuk mundeshte që të siguron të ardhmen, do me thënë kanë qenë në këtë nivelin që të dy duhet patjetër të punojnë. Gjatë intervistës, u ngrit edhe çështja e një mesazhi të supozuar, për të cilin ish Vjera pretendon se është dërguar nga ish partneri i saj. Do me thënë, nga i dashuri në këtë rast, i bie që zonja në fjalë pretendon që Blerina ka patur dhe të dashur. Nëna i ka mohuar këto pretendime, duke thënë se e vërteta do të dalë në dritë dhe se shumë nga akuzat të cilat i bëhen Blerinës në këtë mes për lënien e fëmijëve, për keqtrajtimin, për mos ushqyerjen deri në zbardhjen e gjës që do të thonë fëmijët kanë dalur me zgjebe, nuk i takojnë Blerinës. Unë dorë nga fëmijët e mi nuk heq kur, thot Blerina. Edhe sikur toka me qiellin të bashkohet. Është shprehur ajo me tone të forta shumë emocionale, duke theksuar se lidhja e saj me fëmijët është e patjetërsueshme. Ajo ka sqaruar gjithashtu se pas festave, fëmijët nuk e kanë ndjekur shkollën për shkak se kanë qenë të sëmurë. Një fakt që sipas saj është komunikuar zyrtarisht me institucionin arsimor. Në këtë kuadër, ajo ka theksuar se nuk ka tentuar të fshehë asgjë dhe se çdo veprim i saj ka qenë në dijeni të autoriteteve. Do të thotë, Blerina thotë që unë kam telefonuar kujdestaren e klasës dhe kam thënë që fëmijët e mi nuk vinë në shkollë. Një tjetër element i rëndësishëm në deklaratën e saj lidhet me shërbimet sociale. Nëna ka pohuar se shërbimi social ka qenë i lajmëruar dhe nga ana e saj duket theksuar se ajo vet ka kërkuar ndihmë dhe mbështetje dhe jo të kundërtën, siç është në fakt përfolur tek publiku shqiptar. Sa i përket marrëdhënies me komunitetin në zonën e plazhit të Durrësit, ajo ka mohuar të ketë krijuar probleme. Sipas saj, në momentin që është kthyer nga jashtë, ka marrë me njëherë një banesë dhe është përpjekur të krijojë stabilitet për fëmijët e saj. Në rrëfimin e saj, ajo ka folur edhe për jetën e vështirë jashtë vendit, duke treguar se ka jetuar në Itali, në Gjermani dhe ka kaluar periudha shumë të vështira, përfshirë edhe qëndrimin në azil pas ndarjes nga ish bashkëshorti i saj. Ajo ka pranuar se ka pasur probleme ligjore, përfshirë një ekspuls, por ka sqaruar se aktualisht situata e saj është e rregulluar dhe se respekton ligjet e çdo shteti ku në fakt Blerina ka jetuar. Kjo ngjarje mbetet ende e hapur dhe në zhvillim, ndërsa autoritetet po hetojnë për të zbardhur të vërtetën e plotë. Ajo ka ndarë opinionin publik mes atyre që kërkojnë dëshkim të menjëhershëm dhe atyre që në fakt bëjnë thirrje për durim, drejtësi dhe hetim të paanshëm. Në fund, kjo histori ngre edhe një herë pikpyetje të mëdha mbi rolin e institucioneve, përgjegjësinë prindërore, por edhe fuqinë e rrjeteve sociale për të ndikuar opinionin publik para se e vërteta të dalë plotësisht në dritë. Në fakt ka qenë ky rrëfimi i Blerina Bashës, nëna e cila akuzohet, do me thënë që ka lënë 3 fëmijët në banesë. Blerina thot që unë dyshoj se dikush ka hyrë në banesën time, ka bërë lëmshin brenda në banesë dhe është munduar që mua të më denigroj dhe të më nxjerrë sa më keq tek fëmijët e mi. Unë shpresoj që e vërteta të dalë, pa marrë parasysh në qoftë se kjo nën është fajtore. Dyshoj që është fajtore sepse sado që të heq gjën nga vetja nuk lihen fëmijët për 3 ditë vetëm. E para, e dyta. Do me thënë, një nën ka detyrime ndaj atyre fëmijëve dhe sado të doj nëna në fjalë
të akuzoj gjyshin etj, unë mendoj që një nën kur është stoike dhe kur është e vendosur për rritjen e fëmijëve të saj nuk i lër vetëm. Do të thënë një nën që ka familje në Francë, me sa unë e kuptova, ka probleme për jetesë, do të thënë Blerina nuk i thot të gjitha gjërat ashtu siç janë. Unë do kisha dashur që të jetë sinqert, sido që të jetë, se duke qenë të vërtet, ne mund ta marrim atë mesazhin feedback që ne duam të marrim dhe ndoshta mundemi ta pastrojmë gjën dhe mund të jemi më të qartë edhe me veten tonë. Gjithsesi unë do të sjell të gjitha gjëra që kanë të bëjnë me rastin e Blerinës edhe fëmijëve të saj. Një mesazh për të gjithë nënat: duani fëmijët, rritni me shumë dashuri, edukoni fëmijët, qëndroni pranë tyre sepse është dhurata e vetme dhe më e bukur që në jetë keni.